Po dëgjoja një dialog mes Eglit dhe Gjestit dhe pa pritur më lindi një pyetje. Pyetje të cilën dua t'ju ashtroj edhe juve, edhe të më jepni ju një përgjigje. Domethënë, nuk e di, ma komentoni ju se unë nuk di tash, ose s'kemi pa Big Brother ose nuk di ç'a të them. Dëgjojeni pak. S'du me të përmend ty, du me përmend një lidhje që kom pas shumë shkurtë. Jo, nuk du t'ja di për lidhjet e tua të përpashme. Ka zë shfarnjer jam. Nuk dua t'ja di për lidhjet e tua të përpashme, unë nuk jam ish të dashurat e tua. Jam Eglitako. E di. Atëherë mos më krahaso me asnjëri. Pra, ndërkohë që Gjesti po i shpjegon diçka, pra raportin e tij me vajzat apo me ish të dashurat, Egli i thot një sekond, thot mos më krahaso thot mua me ish të dashurat, nuk jam unë një nga ish të dashurat, s'jam si ish të dashurat e tua. Pra ajo mohon që është ish e dashura e Gjestit. Tani, më falni mor miq, a jeni edhe ju këtu, a keni ndjekur dhe ju Big Brotherin, a keni parë ju në një prime kur Gjesti është pyetur nga Ledioni që çfarë ke Eglin ti dhe ai ka thënë e dashura, dhe në këtë moment Egli e ka dëgjuar dhe ka qeshur, që do thot e ka pranuar që ka qenë e dashura e tij. Po nëse ajo ka pranuar që ka qenë e dashura e tij, pse nuk pranon sot që është ish e dashura e tij? Si ka mundësi? Harron Egli? Apo nuk e di. Më jep një përgjigje se nuk po kuptoj.